po të mos qe efekti kartel Troplini, dhe jo vetëm Troplini, se sërë vetëm Troplini në Durrës, edhe banda tjetër është. Edhe banda tjetër që mbështetja Ani Dyrmishin e tjerë. Durrësi mund të ishte 80% për Partinë Demokratike. Pra, këtu nuk mund të injorohet për një shkak apo për një tjetër efekti farsës kombëtare. E qartë besoj. Zoti Berisha, Isa Myzyra nga Ora News. Kryetaria e gjykatës së apelit të Partisë Demokratike, zonja Adriana Kalaja, prej ditësh është duke sulmuar Partinë Demokratike dhe kandidatën tuaj më të votuar, Jorida Tabakun, për vjedhje votash në një kohë kur ju si kryetari i partisë çdo ditë keni dalë për të denoncuar farsën elektorale të Edi Ramës, por dhe grupi avokatëve të Partisë Demokratike janë duke bërë ankime. Ju si kryetari i partisë, a keni një qëndrim për këtë, përveç faktit që Partia Demokratike është një parti ku është e lirë dhe gjithkush ka mendimin e vet, por zonja në fjalë është kryetare dhe zyrtare e lartë e Partisë Demokratike, pra nuk është një militante, nëse mund ta quajmë thjesht, që mund ta akuzojë dhe mund të thotë çfarë do dojë. Zonja Kalaja është një luftëtare e vendosur, e guximshme, e cila në këto 4 vite është përballë direkt me kryeministën e Shqipërisë më shumë se kushdo tjetër. Në atë linjën e saj që ajo beson se është avokate, linjën e drejtësisë dhe pa ditë. Por zonja Kalaja dhe cili do tjetër qoftë, në vlerësimin tim, nuk ka të drejtë, pa fakte, të akuzoj ndonjë njeri. E treta, Sali Berisha është shprehur për këtë, se zonja Tabaku ka bërë një nga fushatat më intensive, siç unë kam konstatuar dhe e vërteta jo vetëm unë. Por, përsëri e mbyllim këtu, nëse Edi Rama për hiret e Olta Xhashkës, po, urdhroi që asnjë kuti të mos hapet, unë se kam bërë kurte dhe çdo kandidat që ka dyshimet më të vogla se janë bërë një padrejtësi nga cili do, unë e ftoj të marrë të gjithë dokumentacionin dhe ta verifikoj. Detyra ime është, pavarësisht nga konsideratat personale që kam për njërin tjetrin me radhë, nuk të mbroj parimet bazë. Dhe parimi bazë është ai që ka dyshime. 1, 2, 3 me radhë cilat janë. Dhe t'i faktoj pa patur asnjë pengesë në sigurimin e gjithë dokumentacionit. Janë disa, s'është vetëm zonja Kalaja, ka dhe të tjerë. Por ne nuk kemi parti që tu themi mos hap kutit. Jo. Atë se themi kurne. Kërko të drejtën tënde. Kjo është parimi ynë. Faleminderit atër. Mirë që së mbyllëm përsëri me gjashtë.